Mirëmbrëma të dashur student, sonte do të flasim për veprën, pra për krijimtarinë dhe aktivitetin didaktik të figurës së madhe të Joan Kukuzelit. Deri tani kemi folur në 3 leksionet e mëparshme mbi jetën e Joan Kukuzelit, pamë të gjitha ato detajet e veçanta të jetës së tij, të cilat akoma dhe deri në ditët tona janë në pjesë e hulumtimit dhe studimit të muzikologëve, por dhe të historianëve të ndryshëm, të cilët kanë si fokus jetët e vitën, mund të themi, të gjithë këtyre personaliteteve muzikor dhe jo vetëm. Sot do të fokusohemi te krijimtaria, sepse për ne përbën një pasuri të veçantë, jo vetëm një pasuri artistike, por dhe një pasuri shpirtërore. Vepra dhe aktiviteti didaktik i Joan Kukuzelit, sepse pjesët e shumta të Joan Kukuzelit, ashtu siç dhe juve i dini, një pjesë prej cilave interpretohen në kishat tona ortodokse dhe jo vetëm. Pjesë e realizimit të këtyre pjesëve janë edhe koncertet e ndryshme ose aktivitetet e ndryshme muzikore, ku repertori veçantë nga Joan Kukuzeli ekzekutohet ose interpretohet për herë të parë në skena të ndryshme të botës, sepse siç kemi folur dhe në leksionet të ndryshme, kemi thënë që pjesa dërmuese, pjesa më e madhe e repertorit të Joan Kukuzelit nuk është e botuar dhe nuk ka parë dritën e botimit. Kështu që këto janë rastet e shumta, ose rastet e pakta mund të them, jo të shumta, të cilat mundet ne të dëgjojmë pjesë nga Kukuzeli. Sepse pak janë ato të cilat mund të bëhen pjesë e kuadrit kishtar dhe e aktiviteteve ose e pjesëve muzikore të adhurimit hyjnor në varësi të kohës të kufizuar që kemi tashmë për realizimin e këtyre shërbesave. Sot do të shohim konkretisht fillimisht për 2 aspekte të rëndësishme të veprës dhe krijimtarisë së Kukuzelit. Do ta shohim Kukuzelin si botues në radhë të parë dhe si kompozitor. Po pse janë të rëndësishme këto, do t'i shohim në vazhdim. Sepse në kohën kur jetoi Kukuzeli, nisi një epokë e re muzikore, mund të themi, ku Kukuzeli ishte ai i cili futi në krijimtarinë e tij, në pjesët e tij kompozicionale, element të ri morfologjik, kompozicional dhe qasje të reja inovative, mund të themi, në kompozimet e tij, të cilat do t'i shohim me detaj në vazhdim. Një pjesë shumë e rëndësishme, prandaj dhe quhet edhe pjesa botuese e Joan Kukuzelit, ishte pikërisht redaktimi i përmbajtjes së kodikëve ekzistues të muzikës bizantine në atë kohë. Cilët ishin kodikët në atë kohë? Kodikët kryesor që dëgjonim në atë kohë ishin Irmologjo dhe Stiqirari. Dhe njëkohësisht ekzistonin dhe kodikë të tjerë, të cilët, siç do t'i shikojmë dhe me terma më pas, që ishte azmatikoni, ishte psaltikoni, antologji të ndryshme, të cilat përfshinin një material specifik. Dhe ku qëndron tani kontributi i Joan Kukuzelit pikërisht në redaktimin e përmbajtjes së këtyre kodikëve. Fillimisht fillon me redaktimin, po themi, të kodikëve të Irmologjës dhe Stiqirarit, ku fillon dhe standardizon në një farë mënyre praktikën muzikore që ekzistonte në atë kohë. Por një rol të rëndësishëm luajti jo Irmologja dhe Stiqirari në krijimtarinë e Kukuzelit, por ajo që do njihet më vonë me emrin si Papadika, pra gjenia papadike, dhe jo
këto kodikët e mëparshëm Mirmologjo dhe Sikirari. Çfarë ndodh? Më përpara ne ashtu siç e thash, ekzistonin dy kodik, të cilët njihen si azmatikoni dhe psaltikoni. Kukuzeli është ai i cili formon një farë mënyre një kodik të ri. Prandaj dhe njihet si botues në një farë mënyre ose si një modifikues, mund të them, i praktikës së mëparshme. Dhe çfarë bën? Ai riharton përmbajtje në një farë mënyre të këtyre kodikëve të mëparshme dhe i bashkon në një kodik. Dhe atë e quan papadik ose ndryshe akolothia. Pra janë dy terma që i japin dhe në këtë papadik, pra në këtë papadikën e Kukuzelit, kemi forma të reja kompozicionale që i dhanë një identitet të ri praktikës muzikore bizantine. Pse është e rëndësishme papadika tashmë për ne që ta njohim? Do ta shohim që futet një standard i ri liturgjik dhe muzikor. Pra, çfarë ndodh? Mënyra se si ishte hartuar përmbajtja e papadikës tashmë me Kukuzelin fillon dhe transformohet, riorganizohet në një farë mënyrë të gjitha shërbesat. Çfarë përfshin në të vërtetë një kodik papadike? Përfshin përgjithsisht pjesët statike të repertorit psaltik, që nuk kupton pjesët statike të shërbesës së mbrëmsores, pjesët statike të shërbesës së mëngjesores dhe patjetër dhe të liturgjisë hyjnore. Dhe Kukuzeli kontribuon me veprën e tij drejt standardizimit të përmbajtjes së këtyre pjesëve brenda një kodiku të quajtur papadika. Ja ku e kemi dhe zëvendësimin e librave të vjetër që thamë që mund t'i konsiderojmë kodikët një farë mënyre, pra kodikun e psaltikonit, i cili psaltikoni më përpara njihej si libri i protopsaltëve, pra i solistëve, për pjesët solistike, pra kur deshte një psalt të këndonte një pjesë solistike, shkonte te kodiku i psaltikonit dhe atje kishte pjesët që i referoheshin monofonarit, ndryshe në gjuhën bizantine, por kishin dhe kodikun e azmatikonit, i cili ishte kodiku i korit, nuk ishte kodik që e mbante vetëm, pra kishim një ndarje dhe në atë kohë. Tashmë Kukuzeli çfarë bën? Fillon dhe i bashkon këto dy kodik, edhe atë azmatikonin, por dhe psaltikonin, dhe uniformizon në një farë mënyrë shërbesat e natë ditës. Dhe shikojmë që kodiko shkruesit ose kodik kopjuesit e më vonshëm, me njëherë që në pas periudhës së Kukuzelit, fillojnë dhe adoptojnë një farë mënyre pikërisht këtë përmbajtje të re, këtë lloj modifikim, këtë lloj qasje që pati Kukuzeli me këto kodikët e mëparshëm. E gjejmë me larmi emërtimesh të njohur, por ajo që mbizotërojmë më së shumti është emërtimi papadik, por njëkohësisht e gjejmë dhe antologji, aniksandar, psaltik ose muzikori, dhe ashtu siç u thash edhe akolothia njëkohësisht. Pra papadika përdor njëkohësisht terminologji të re që e dallon praktikën e re azmatike nga ajo e vjetër. Pra shikojmë dhe futjen jo vetëm të termave muzikor të rinj brenda pjesëve muzikore gjatë shënimit ose në fillim të një pjese muzikore ose në përfundim të një pjese muzikore, por do të shohim njëkohësisht dhe detajet të tjera të cilat fal Ioan Kukuzelit ne i njohim sot. Pra kontributi i tij është shumë i madh. Mund të themi për kodikun e papadikës, sepse për këtë kodikun e papadikës të bibliotekës kombëtare të Greqisë, i cili është një nga përfaqësuesit kryesorë të kodikut të papadikës në mbar botën. Dhe është i datuar. Këtë njohim si papadik të datuar të Bibliotekës Kombëtare të Greqisë me numrin 2458 i vitit 1336.
është një nga përfaqësuesit kryesorë të papadikës dhe kur nis, ky kodik fillon shërbesa të përfiluara nga mjeshtri Zoti Joan Kukuzeli, që nga fillimi i mbrëmësores deri në përmbushjen e liturgjisë hyjnore, që nuk kupton. Fillon me mbrëmësoren, vazhdon me mëngjesoren dhe pastaj përmbyllet me liturgjinë hyjnore. Kjo është një nga kontributet thelbësore të Kukuzelit. Çfarë është? Është afirmimi i autorësisë. Deri në këtë kohë, pra deri me Kukuzelin, ne nuk njihnim kompozitorët me emër. Pra ishin anonim. Me Kukuzelin fillon dhe futet eponimati në një farë mënyrë. Pra fillon dhe i shënohen brenda pjesëve muzikore autorët e pjesëve muzikore. Pra, kush ishin kompozitorët, cilët i kishin krijuar pjesët, përveç detajeve terminologjike të reja që futen për shkak të Kukuzelit, po njëkohësisht njohim tashmë edhe emrat e autorëve të ndryshëm. Sepse deri në atë kohë çdo gjë ishte anonime dhe kryesisht ose njësi e lashtë ose anonim pa emër. Pra me Kukuzelin njohim tashmë, kemi një avancim të rëndësishëm në historinë e muzikës. Dhe shënon, mendoj, një stacion kjo për të njohur tashmë një mori kompozitorësh me emra specifik. Le të shohim pak, të marrim një shembull nga mbrëmësorja. Çfarë detajesh futen tek pjesa e mbrëmësores, të cilat e dallojnë Kukuzelin nga autorët e mëparshëm. Dhe le të shohim pak për pjesët kënduese ose azmatologjia, domethënë mbrëmësore së madhe, gjatë një mbrëmësore të madhe. Le të shohim shembullin e Kukuzelit, ku krijimtaria e Kukuzelit lidhet ngushtë me traditën azmatike të mbrëmësores së madhe, duke formuar një repertor të pasur liturgjik. Veprat e tij, sidomos Psalmi 102 dhe ajo që njohim si Makarios Anir, pra psalmet, 3 psalmet e para të Davidit, Psalmi 1, Psalmi 2 dhe Psalmi 3, këto përmbajnë thelbin e shprehjes shpirtërore dhe muzikore të kësaj periudhe. Ne do ta shikojmë me detaj, pak t'i referohemi pak sepse me këto hapet në një farë mënyrë dhe kodiku i papadikës. Do të shohim që çfarë ndodh me Psalmin 102. 102 e dini që është psalmi që nis mbrëmësorja, që fillon Beko Zotin në shpirtim, o Zot Perëndia im, fort u madhështove, je veshur me lavdi e me madhështi. Ky është Psalmi 102. Fillimisht në traditën e vjetër para Kukuzelit, ky psalm psalej në mënyrë antifonale. Pra nuk lexoj siç e themi sot ka ndryshuar komplet të tradita. Por këtu po flasim për mbrëmësoren e madhe, flasim për praktika azmatologjike ose praktika kënduese, të cilat ekzekutojnë kryesisht për panajire. Flas për mbrëmësore të mëdha, që janë kryesisht panigjirike, agripni, në këto momente. Pra, këto i referohet, nuk i referohet një mbrëmësore të përditshme. Praktika e përditshme është leximi një farë mënyre recitativ i Psalmit 102. Po më përpara, kur ishte një panajir, një agripni, pra një pjesë, një moment i rëndësishëm dhe panigjirik festiv me solemnitet, atëherë futeshin praktikat tjera në adhurim. Dhe Psalmi 102 këndojnë në mënyrë antifonale me refren, pra thuaj vargu dhe si refren kishin vargun lavdërues, lavdim më ty o Perëndi. Dhe prej vargut deri tek vargu me të hapur ti dorën. Pra deri te vargu me të hapur ti dorën, thuaj në mënyrë antifonale. Më pas futej melodi brenda pjesës. Dhe melodia pësonte ndryshim duke u zhvilluar e pasuruar muzikalisht dhe teknikisht. Tani, Joan Kukuzeli, së bashku dhe me pasardhësit e tij, të cilat emrat e cilëve i njohim deri në ditët tona dhe i shohim nëpër kodik, po dhe nëpër librat e botuar tashmë, do shohim që Joan Kukuzeli së bashku me pasardhësit e tij, Panaretin, Gjergj Kondopetritin, Joan Kladhasin, kompozojnë psalme, vargje nga haptoret, nga Psalmi 102. Madje i vargjet e para
i nis Kukuzeli dhe i kemi dhe dialektet tona, madje i kemi të transkriptuar edhe në gjuhën shqipe, i kemi të përpiluar edhe në shqip tashmë, jo variantin klasik, tipik, domethënë të Kukuzelit, se është shumë i ngadalt, po i kemi dhe në variantin e ngadalt, po i kemi dhe në variantin e ngadalt, po i kemi dhe në variantin e shkurtuar nga Hurmuz Kartofilaksi, që ka bërë një përmbledhje të këtyre, dhe përsëri janë të gjata, edhe pse janë të shkurtuara. Do të shohim që këto tashmë, që nga shekulli 14 e tutje, fillojnë, këto kompozohen në një mënyrë krejtësisht të re dhe inovative për kohën. Ku qëndronte? Ku ishin veçantit e këtyre? Qëndronin në faktin se përveç kompozimit të melodive, përveç kompozimit të vargjeve nga psaltiri, futen vargje të cilat nuk ishin fare, nuk përbënin pjesë fare të psaltirit, por futen vargje trinisore doksologjike, pra vargje që lavdërojnë trinin e shenjtë, Atin, Birin dhe Shpirtin e shenjtë, duke referuar të tre personave të trinis me të dhënat e tyre hipostatike të veçanta për secilin, pra o Atë pa fillim, o Biri lindur, o Shpirti i shenjtë, që bron pre Ati që presh tek Ati, e tjera. Do më thënë, janë një tekst i futur brenda tekstit psaltik. Dhe këto psalme trajtojnë në një mënyrë të re, e cila, ju kam thënë dhe herën e kaluar, u shfaq në kohën e Kukuzelit, dhe Kukuzeli u bë përfaqësuesi kryesor, që do flasim dhe pak më vonë, që është praktika ose mënyra e kompozimit kalofonik. Dhe këto ta shohim pak më në vazhdim. E njëjta që ndodh dhe me psalmet që u thash Makarios Anir. Psalmi 1, 2, 3, tek luma e njeri. Psalmi 1 u zgjerua kalofonikisht Aliluja, duke u përsëritur 3 herë dhe kombinuar me ndërhyrjen e iqimave dhe kratimave. Këto ta shohim sepse këto janë element kalofonik dhe u t'i përmendim elementet dhe karakteristikat e një kompozimi kalofonik pak më vonë. Pra, është përpunuar, nuk është thjesht teksti dhe zhvillohet më shumë, rëndësi më shumë, nuk jep vargut psaltik, por jep zhvillimit melodik të fjalës Aliluja më tepër. Dhe në midis, në mes të Alilujas, ndërfuten ato që njohim neve si kratimata, ose iqimata, është e njëjta gjë. Domethënë, kratimata ju e mbani mend çfarë do të thotë, që janë pjesë muzikore, të cilat përdorin fjalë pa kuptim, rokje pa kuptim, siç janë terirem, to, ti, këto të gjitha, tororo, domethënë ka disa rokje të cilat nuk kanë ndonjë kuptim, thjesht përdoren për të mos e lënë pa tekste, se s'kemi si e themi thjesht melodikisht, dhe për të shprehur dhe atë botën e përtejme, pra atë që s'ka nevojë për fjalë, atëherë fut në mes element të tillë, pra element kompozicional si kratimat, pjesë kompozicionale si kratimat dhe iqimat. Këto në mes, dhe mund të futen 1 ose edhe 2, edhe 3, në varësi të zhvillimit që pëson pjesa. Pra këto janë ndryshimet këtu. Më pas, përveç psalmit të parë, filloi dhe kompozua dhe grupi i ri i vargjeve të psalmit të dytë, duke u përpunuar me një teknikë të zhvilluar e virtuoze, duke u futur pikërisht to elementet kalofonik të kratimave, dhe do shohim dhe të anagramatizmave, se çfarë do të thotë anagramatizma, do shohim pak më pas. Duke i dhuruar melodisë hieshi dhe shumë madhështi dhe duke u bërë pjesë të cilat sot interpretojnë, edhe pse janë monofonike, nuk janë me shumë zëra, përbëjnë pjesë që mund të konkurrojnë dhe me pjesë të kompozitorëve perëndimor më së miri, sepse kanë një autonomi këto pjesët, kanë një zhvillim melodik që e tekalon edhe kuadrin liturgjik dhe atë kishtar. Shikojmë në vazhdim tashmë. Flasim për një aspekt tjetër. Folëm për aspektin e botimit, pra për redaktimin e përmbajtjes dhe për futjen e elementeve të rinj dhe terminologjisë. Tashmë do kalojmë te melodibërjet, do me thënë te kompozimet e Kukuzelit. Pra, Kukuzeli është dhe botues, por është dhe kompozitor. Pra, në traditën bizantine, një kompozitor njihet me emrin më të saktë
pa përdorur termin latin, domethënë kompozitor, po të përdorim termin melodibërës, melopios, ai që kryen melodinë është e njëjta gjë, ai që kompozon dhe ai që bën melodinë është e njëjta gjë, por termi më i saktë në terminologjinë bizantine është melodibërësi, që atribuohet kompozitorit. Por nuk ta shpreh dot, nuk e kupton dot këtë term melodibërës sot me zhvillimin e madh të muzikës që ka pësuar në botë, dhe kështu që i përdorim paralelisht të dyja termat, edhe melodibërës dhe kompozitor. Dhe shikojmë tani të kompozimet papadike. Shikojmë çik të gjitha gamën e madhe të kompozimeve të pjesëve të Kukuzelit që përfshin të gjithë format kompozicionale. Pra ka përdor të gjithë gjinit muzikore. Pra i kemi dhe në gjinin stiqërarike, dhe në gjinin irmologjike, dhe për më tepër në gjinin papadike, sepse ka një mori pjesësh në gjinin papadike. Pra i kemi në të gjithë tinguit pa tjetër, dhe zhvillimet të melodike janë me shumë teknikë dhe me shumë virtuozitet. Shikojmë pak kompozimet papadike tani. Dhe kalojmë, i marrim me radhë. Fillojmë nga mbrëmësorja. Te mbrëmësorja kompozon vargje në çift. Gjithmonë kur i kompozon vargjet, nuk i kompozon me të hapur të dorën të gjitha mbushje me të mira, po i kompozon në çift. Pra, kur ti u merr frymën dhe rikthehen bashk, të dyja bashk. Kur dërgon frymën dhe përtërit, janë të dyja vargjet bashk në çift. Lavdia qoftë e Zotit, Zoti nga zëllohet. Dy copë ka bërë të tilla. Do t'i këndoj Zotit, do t'i psal Perëndis, u shofshim katar beko Zotin në shpirtim. Pra këto janë pjesët nga haptoret që kanë kompozuar Kukuzeli. Nuk i kanë kompozuar të gjithë haptoret nga fillimi, domethënë me të hapur të dorën deri në fund, po këto vargje ka kompozuar vetëm. Pjesa tjetër është kompozuar nga pasardhësit e tij. Prandaj edhe kur i psalim haptoret, të cilat ne i kemi në gjuhën shqipe të gjitha, i kemi me emërtimet e kompozitorëve, fal Joan Kukuzelit, sepse ai i ka vendosur dhe praktik të cilën e huazuan edhe pasardhësit, e ndoqën dhe vazhduan të shkruanin pjesët. Ja dhe nga Luma i njeri kemi vargjet në çift, mos i lexoj të gjitha. Madje ashtu siç pamë që atë pjesën që do ta shohim edhe tani, Bullgaria që folëm, që ishte një varg kalofonik, që kishte quajtur Bullgaria, kështu ka edhe një tjetër që quhet Frangikoni. Që Frangikon do të thotë franceze në një farë mënyrë, mund ta themi. Frangikon. Pra, kur është franceze. Atëherë e kuptoni juve çfarë nuk kupton tani me këtë gjë që dua të citoj. Shikoni pak më tutje. Vargje kalofonike tani nga Luma i njeri. Pra, janë shkëputur nga ai, por i ka trajtuar kalofonikisht këto dhe i ka kompozuar. Më pas kemi dhoqes ose paravargje kalofonike. Dhoqes, e kam shënuar këtu dhoqes, çfarë do thotë, sepse sot njëkohësisht mësojmë edhe disa terma muzikologjik që mbase nuk i kemi hasur ndonjëherë në praktikën muzikore, sepse nuk përdoren sot. Dhoqes, për shembull. Dhoqes janë paravargjet, ne i njohim si paravargje më tepër, po ka dhoqes të cilat nuk, për shembull, do të rrëfej o Zot e psalëm te koncerti që bëm me veprat e Kukuzelit premier që bëm para disa muajsh, që ekzekutuam, që kam kënduar dhe unë solo atë moment, është kjo në tërthorët të dytit, një nga ato vargjet. Pra dhoqes janë paravargjet, si quheshin tek këto shkrimet e vjetra dhe mbase nga që fillimisht psaleshin në të kremlet hyllësore, gjatë mbërritjes e pritjes së perandorëve bizantin. Pra dhe për perandorët bizantin krijoheshin disa vargje, të cilat i quanin dhoqes, si ishin vargje pritëse, i prisnin ata dhe i akundonin perandorëve bizantin. Dhe ishin si paravargjet, nga ato paravargjet, sepse thot Zoti mbretëroj ose mbreti do të vishet me jeshi, ka gjëra të tilla që i referojnë mbretit, perandorit, pra me vargje të tilla nga psaltiri kryesisht, ose dhe vargje të cilat nuk ishin nga psaltiri, mund të ishin krijime totalisht të lira, pa lidhje fare me, pra kemi të dyja, dhoqes dhe paravargje. Ja dhe i qimat.
Çfarë janë iqimat? Iqimat, ose iqimata, janë pravarësisht si kratimat. Pra, kompozime me rokje pa kuptim, ne na një ki. Pra, çfarë janë këto? Janë kur ne gjatë një pjese muzikore duam të zjatim një rokje dhe nuk duam të vendosim bashkëtingëllore nga fjalët që përdorim, po duam të vendosim që ta zjasim me një bashkëtingëllore që se përmban fare teksti, atëre këto janë iqimata. Futen në mes të pjesës, në mes të fjalës. Për shembull kur themi nalit, kjo naja që thash, është iqima. Kjo naja. Kjo konsiderohet na. Kjo mund të jetë me na, mund të jetë me ne, mund të jetë me hi, mund të jetë me ki, mund të jetë me ti, ka të ndryshme. Ne, na, ni, hi, ki. Ja ku i keni vendosur. Vendosën me jo, nuk është e thënë me këtë zanore, zanoret mund ndryshojnë, po bashkëtingëllorja qëndron. E kuptoni? Pra, këto përdoren për të zgjatur në fillim apo në fund thurjen teknike të një mësimi kalofonik. Ja u thash edhe frazën që ta bëjmë më të qartë. Por në një kuptim të dytë ajo shërben dhe si prelut apo introduksion në kuptimin e apiqimës. Pra, dhe apiqima që themi në fillim për të hyrë në tingull në një melodie. Pra, kemi këto termat apiqima e niqima ose iqima. Kemi dhe e niqima, që do t'i shikojmë janë disa terma këto muzikor. Kalojmë në mëngjesore. Nga mëngjesorja tani, çfarë ka kompozuar? Polielei, i cili njihet si Latrinosi, kemi Shërbëtor Zotin, Lavdroni Zotin dhe këto vargjet. Nga Shërbëtor Zotin dhe nga Lavdroni Zotin, kemi këto vargjet. Shtëpia Aronit, shtëpia Levit, ju që keni frikë Zotin, bekoni Zotin, lartësoni Zotin. Shkojmë tutje. Andifone ose përzjedhje nga Polielei. Pra, nga Polielei, fjalë e mirë, logo na ka thonë, një varg. Mëshirat e tua o Zot, në dritën e fytyrës tënde. Kemi dhe Zotin, aleluja, do të kërcëlloj dhëmbët e ti, lavdi dhe tani. Pra kemi disa. Për shembull vargje kalofonike përsëri nga Polielei, nga Kukumaj. Ja këtu ndodhet edhe Bullgaria e famshme dhe kujtimi yt. Përveç asaj ka bërë dhe ka në sy, ka në veshë, janë pjesë e kësaj dhe terma të tjerë, edhe nga latrinoi, që është qofti bekuar nga Sioni Zoti, është anagramatizëm dhe anapodizëm. Këto do t'i shpjegojmë çfarë janë, ja tani për pak. Atëherë anapodizëm është sinonim i termit anagramatizëm. Sipas konstatimit e këto shkrimet e vjetra, anapodizmi fillon që në fillim të një fraze të pavarur muzikore brenda një grupi rokjesh me vlerë metrike të përcaktuar nga ana poetike, dezirojnë përmbajtjen e stiqërave. Tani, çfarë është në të vërtetë se dhe nuk e kuptoni? Më shumë ka të bëj anapodizmi, po dhe anagramatizmi me tekstin poetik, i cili, nëse teksti fillon për shembull, marrim një term dhe themi dhe kujtimi yt brez pas brezi. Po themi një shembull. Dhe ai mund të mos e nisë me dhe kujtimi yt brez pas brezi, mund ta nis kujtimi ose mund të nis kujtimi ose mund të nis brez pas brezi. Fillon brez pas brezi, kujtimi yt dhe kujtimi yt, brez pas brezi e ngatron domethënë tekstin. E nga fundi e çon në fillim, nga fillimi e çon në fund, pra bën një ose do të theksoj një fjalë të caktuar për shembull, që do ta theksoj, për shembull mund të jetë edhe teologjike ajo. Siç pam atë anagramatizmin e gëzou o Irplot që psalëm në koncert atje, që e thoshte vazhdimisht o e dëlir, gëzou, vazhdimisht, o e dëlir dhe i përsëriste, e kthej dhe rikthej. Më kuptoni, e njëjta gjë është edhe anapodizmi. Por, këto mund të jenë në këtë formë, që mund të jetë një term i marrë nga teksti, por mund të jetë edhe një fjalë e cila nuk është fare në tekst, të cilën e ka marrë Kukuzeli dhe ka futur brenda tekstit të psaltirit. Është pjesë nga psaltiri. Kemi çdo frym, 2 copë ka bërë në tingull të parë dhe në tërthorët të katërtit. Nga madhështimet ka bërë, me të vërtetë hyrin se fera e padjekur gëzojër plot,
anagramatizmin, këtë që psalëm neve në koncert. Kemi nga lumë të panjollshmit një psalm tjetër nga Davidi, që është disa vargje që dyshohen, mund të jenë të tillë dhe mund mos jenë të tillë, prandaj kemi lënë kështu në këtë formë dhe kalojmë tani në kodik të tjerë. Këto që përmendëm deri tani nga folëm për mbrëmësoren dhe për mëngjesoren, për këto të dyja. Dhe nuk e di pse nuk po gjej liturgjinë ynore, mos është vendosur pak më poshtë, do ta shikojmë, por duhet ishte edhe liturgjia ynore, me njërë pas kësaj që përmendëm tani. Atëre, kodik të tjerë nga të cilët ka kompozuar Kukuzeli është një tjetër që njihet si ikimatari. Çfarë është ikimatari? Libër muzikor që përmban shtëpitë e himnit akathist, ikimatarion. Ekzistojnë dy ikimatarë, ai që përbëhet nga krijime të kompozitorëve të ndryshëm dhe ikimatari kladhas që pati një kohë të madh në shekullin e 15 deri në fillim të shekullit e 19. Ky ikimatar është përkthyer në muzikë, pra është transkriptuar melodikisht në metodën e re që përdorim sot, nga Hurmuz Kartofilaksi, por ekziston dhe një tjetër gjysmë i gjysmës së dytë të shekullit të 18 nga Anastas Rapsinioti. Okej. Por shumë pjesë nga ikimatari, pra shumë, do t'i shikojmë tash në vazhdim, janë kompozuar nga Kukuzeli, për lufteshës patjetër. Edhe vargje të tjera, duke dashur të njohur pa njohur, fuqia e shumë të lartit, sepse ashtu siç nuk e di nëse e keni parasysh dhe nëse e dini, shumë pjesë, domethënë, shtëpitë e himnit akathist që sot psalen nga klerikët, më përpara psaleshin edhe nga psaltët. Dhe më pas u fut mënyra e këndimit recitativ në këtë formë siç është sot. Pra, pjesë të këtyre vargjeve për momentet të ndryshme të shërbesave, të agripnive, të panajireve, shkëputeshin dhe psaleshin. Si dhe shumë që përdorim edhe sot, domethënë shumë pjesë të cilat mund të jenë marrë ose mund të jetë një tekst i krijuar nga vetë autori, por mund të jetë nga psaltiri, thjesht e psalim në momente të caktuara për të zgjatur kohën liturgjike. Edhe për t'i imnuar, për t'i dhënë rëndësi ditës. Zakonisht o lidhen me ditën. Por ikimatari është një kodik i veçantë i cili përshkruan shtëpitë e himnit akathist që njohim të gjithë, të përshëndetjeve të ylinses. Pra përshëndetjet e ylinses përmban brenda. Jo kanonin. Pra përshëndetjet që thot kleriku sot në praktikën e sotme. Kemi një kodik tjetër tani, mathimatari. Mathimatari çfarë është? Le ta shohim. Mathimatari është një libër muzikor që përmban mësime të ndryshme kryesisht kalofonike, stiqira idiomela, domethënë vargëzime të vetë melodishme. Dhe është një libër mësimor dhe nuk është një libër për të përdorur në kish. Është më tepër që nëpërmjet këtyre pjesëve muzikore ishin si metoda që Kukuzeli përdorte që të mësonin frazat melodike. Prandaj, kryesisht pjesët muzikore në traditën psaltike, ndonjëherë i njohim edhe si mësime. Pra, kur themi mathima, kjo është një mathima, thonë. Por nuk është mathima. Mathima nuk kupton pjesët që përmbante mathimatari. Nuk janë të gjithë pjesët mathima. Domethënë mathimatar, që i përmban mathimatari, janë pjesë muzikore sipas kategorisë së tyre. Pra çdo pjesë, çdo him mund të quhet mathima. Vetëm ato që përmban mathimatari, sepse kryesisht janë pjesë të vështira, shumë të vështira, sepse janë të vetë melodishme, nga stiqërarike domethënë, me shumë anagramatizma dhe anapodizma, dhe kemi dhe në stiqërar mathimatar, kemi dhe në papadik mathimatar. Pra kemi në të dy gjinit. Ja ku janë edhe pjesët, mësimet muzikore t'i quajmë, mësime hyjlinësore, profetët prej së larti, për shembull. Edhe pse disa janë futur në praktikë, për shembull këndojnë nëpër manastire, nëpër panajire, por këto konsiderohen si mësime, nuk konsiderohen si pjesë për të psalur realisht. Por disa me që kanë një vlerë të veçantë dhe kanë një bukuri të veçantë,
thuen në ca vende, kryesisht për manastire. Kemi 100 mësime. Kompozime këto, janë 100, vetëm 100 janë të mathimatarit, të stilit të mathimatarit. Pra kemi mësime hyllinësore profetit për Selarti në 2 tinguj, ne kemi në Shqip në tingull të rënd. Në tingull të rënd të dytit nuk e kemi sjell akoma. Por kemi 100 mësime me anagramatizmat dhe anapodizma nga Sikirari. Kemi nga pjesët kataniktike, mësime kataniktike. Kemi mësime me vargje 15 rokëshe mbi 40, që janë hyllinësore, kryqëllënësore, kryqore, kataniktike, mortore, të përmortshme, domethënë. Janë shumë. Kemi një kodik tjetër që besoj se e dim, që do të thotë, nga vetermi Kratimatari. Kratimatari është një libër tjetër, një kodik tjetër, i cili çfarë përmban Kratimatari? Çfarë është Kratimatari? Besoj se të gjithë e dini, se e thamë më përpara, Kratimatari është një libër muzikor që përmban vetëm kratima në të gjithë tinguj. Çfarë janë kratimat? Janë melodi me një teknikë të zhvilluar, ku në vend të tekstit për marrokje pa ndonjë kuptim, si terirem, tenena, to, e tororon, e të tjera, e tjera. Pra, ato që thamë për të zgjatur kohën, përdorim fjalë pa kuptim, siç janë këto. Dhe ai libër që i përmend dhe janë pafund, do shikoni janë shumë. Janë shumë pjesët me kratima që ka bërë Kukuzeli, domethënë. Shikoni pak. Kratima, po këtu po vendosim disa që kanë emërtime karakteristike. Disa kanë me emërtime, siç thamë Frangikon, Tatarikon, ku diun, janë me emërtime. Kemi në tingull të parë 4, 6 tingull të dytë, 3 në tingull të tretë, 3 në tingull të katërt, 9 në tingull të tërthorët të parë, 5, 2, 17 në tërthorët të katërtit. Pra vetëm kratimat, pa kratimat cilat përfshihen në pjesët që janë të veçanta, flas vetëm kratima, pa u futur brenda një pjesë tjetër kalofonike. Disa prej këtyre kratimave kanë parë dritën e botimit, mos them pjesat rëmuese këtyre kratimave janë një botim që ka bërë një autor që njihet si Cacaronis, ai ka botuar në 2 vëllime, një libër me kratimatar në 2 vëllime dhe aty janë edhe të Kukuzelit. Le të shohim edhe pjesën që na ngelin nga liturgjia ynore që përfshin kodiku i papadikës, okay? Ja ta shohim me detaj liturgjinë ynore. Kemi himnin trishentor, Aliluarin, të plot serin, kerubik nuk ka bërë çuditërisht. Një kerubik ka bërë, i quajtur si Palatinos, domethënë i pallatit. Dhe tani fuqit në tërthorët të dytit që kemi në gjuhën shqipe. Tani fuqit, në meshën e parashëntëruar. Kemi më të nderuarën, pra një të meriton në tërthorët të dytit, dhe një këngë të nëntë për këngët e nënta të krenteve të mëdha. Kemi kungatoren që të dyja i kemi në Shqip, lavdërojni Zotin dhe shihoni dhe shihni, tërthorët të dytit të dyja, i kemi të sjella në gjuhën shqipe. Dhe kalojmë tani tek një element tjetër. E përmendëm këtë, po ta kapim në aspektin më të veçantë. Pra ta shikojmë në veçanti. Përmendëm për anagramatizmat dhe Kukuzeli përbën përfaqësuesin kryesor të anagramatizmave dhe njëkohësisht dhe të vargjeve 15 rokëshe. Pra është përfaqësuesi kryesor. Le të shohim pak në fillim çfarë është kalofonia dhe kur shfaqet. E tham pak në fillim, kulmi i kalofonisë në shekullin e 14, një rrym apo praktik muzikore që kishte nisur në shekullin e 13, por arriti kulminacionin në gjysmën e parë të shekullit 14, duke identifikuar me figurën e Ksenokoronit, Gjergj Panaretit, Gjergj Kondopetritit dhe veçanërisht me mjeshtrin Johan Kukuzelin, sepse ai e zhvilloi në një lartësi shumë të madhe. Elementet kryesorë të kalofonisë, këtu të janë shumë e rëndësi. Për t'i ditur, çfarë ndodh? Janë 3 elementë bazik. Elementi i parë është melodia. Vjen shumë e përparuar, e përpunuar me shumë ornamente të pasura virtuoze, shtrirje të gjërë fonetike, me kadenca e modulacione më të shpeshta. Pra, melodia ka një zhvillim të madh. Pëson një zhvillim të pjesët kalofonike. Dhe përveç melodisë që është zhvilluar, midis melodisë na futen anagramatizmat. Dhe çfarë ndodh? Ndodh përsëritja e rrogëve,
fjalëve, frazave, e një vargu të tërë ose ndërfutje e vargjeve të reja, përpilimi i tekstit poetik, pra anagramatizmat, një farë mënyrë, dhe anapodizmat, ndërhyrja ose e një ose më shumë kratimave dhe iqimave në fillim. Pra, përveç se teksti zhvillohet në varësi të tekstit që do t'jap kompozitori, fut në mes iqima, kratimata. Mund t'jetë 1, 2, 3 në varësi të zhvillimit që do t'jap. Dhe një gjë shumë e rëndësishme që besoj se keni hasur gjatë psaljes, është që mund të dëgjoni nga solisti që të thotë 2 fraza, të cilat nuk përkthehen në gjuhë të tjera se janë element kalofonik dhe nuk i përkthejmë në gjuhën shqipe. I përbëjnë në pjesë kalofonike të pjesës, të cilat janë të papërkthyeshme, edhe pse mund të mundohemi t'i përkthejmë, që janë legje, fjala legje dhe palin. Gjatë një pjese kalofonike, në një moment të saktuar, pasi është zhvilluar melodia, futet një solist dhe thotë dhe merr një zhvillim më të madh akoma melodia. Zhvillohet dhe një moment përsëri futet solisti dhe thot palin, përsëri domethënë, përsëri pali edhe me radhë, domethënë janë 2 fraza të cilat i gjejmë në pjesët kalofonike, vetëm në pjesët kalofonike dhe asnjë tjetër. Pra nëse shikoni këto 3 elemente të kryshetuar me njëri tjetrin, atëre kemi të bëjmë me një pjesë kalofonike. Okej. E cila mund të jetë stiqirarike, por mund të jetë edhe papadike. Por do të shohim që ne kemi shumë më vonë, jo tani, kemi dhe irmologjo kalofonik, që ta shohim më vonë. Një irmologjo shumë të rëndësishëm, të cilën e boton në vazhdim, e boton Theodor Fokaeosi. Irmologjin kalofonik. Pra kemi dhe në aspektin irmologjik, domethënë edhe pjesë irmologjike të cilat janë përpunuar kalofonikisht. Pra kalofonikisht nuk do të thotë zë bukur. Pra kur shikojmë pjesë që shkruajnë kalofonike, nuk e përkthejmë zë bukur. Por është rrymë muzikore, trajtim muzikor ajo. Ajo do thotë kalofonike, do të thotë që është trajtuar me këto elementet që përmendëm këtu. Pra kur themi kratimata, do të thotë pjesë të riremta do të thotë dhe jo pjesë me iso. Nuk cilësojnë sepse diku e kam lexuar pjesë me iso në të 8 tinguj. Kratima do të thotë ajo që thashë me ato frazat, ato rokjet pa kuptim, ato quhen kratima, dhe kalofonike nuk kupton jo zë bukur, nuk e përkthejmë sepse është term ndërkombëtar, që do thotë trajtim muzikor. Jo me zë të bukur, se patjetër që të këndosh ato duhet të kesh zë të bukur dhe zë të goxha të mirë që ti arish të interpretosh atë. Le të vazhdojmë në tutje. Dhe përfaqësues kryesor i vargjeve 15-rokshme, 15-rokshme është Johan Kukuzeli përsëri, ku është dhe mund të themi vargjet 15-rokshme përbëjnë produktin e fundit të himnografisë. Pra, nuk u krijuan më forma të reja muzikore, himnografike. Pra, himne të reja, po produkti i fundit ishte vargjet 15-rokshme. Dhe siç e pam dhe më përpara, ishin ja 40 copë nga Johan Kukuzeli, vetëm vargje 15-rokshme. Vazhdojmë tutje. Dhe cilat i kompozoi sipas llojit të mathimatari, që kryesisht janë mathima, pra siç e tham më pas. Shkojmë tutje. Bukur. Kalojmë në një sferë tjetër, se deri tani folëm, edhe pse e përmendëm e prekëm pak, tham që për kompozimet e Kukuzelit, të cilat i pam që përfshinin gjithë kodikët që ekzistonin në atë kohë dhe gjithë llojet e format muzikore që qarkullonin. Por Kukuzeli ka një merit veçantë dhe në pedagogjinë muzikore. Pra, një jetë si mësues Kukuzeli, një mësues me një rëndësi. Pse? Sepse gjatë kohës që ai ishte interpretues, njëkohësisht ishte edhe mësues. Dhe për ta bërë më rezultative punën e tij si pedagog, ka përdorur, ka gjetur mënyra të ndryshme si t'i bëjmë atraktive, ashtu siç kemi neve këtë paraqitjen këtu me prezi ose me çdo lloj mënyre tjetër që mund të gjejmë për të prezantuar një
material. Kështu dhe Kukuzeli gjente mënyra didaktike, në mënyrë që studentët të mësonin dhe të mos vështirësoheshin për të kuptuar pjesën muzikore. Atëre, edhe ai krijoi disa, mund të them, metoda didaktike, në mënyrë që mësimi të bëhej më atraktiv. Cilat ishin ato? Isoni i madh, metoda e kratimave dhe rrota e përbër. Le të shohim një nga një. Isoni i madh. Çfarë është isoni i madh? Ka dëgjuar dikush për isonin e madh? Besoj është dëgjuar sepse kemi thënë edhe mund ta kemi psalur. Pra, nuk është kjo pjesa këtu që shikoni këtu, që është nuk është i transkriptuar në metodën e re, është akoma i pa transkriptuar në periudhën para Petro-Peloponezit, pra në periudhën e Peloponezit kryesisht është e transkriptuar një farë mënyrë e shpjeguar nga Petro Lambadari, thotë. Dhe është ky momenti këtu. Isonolikon. Për tasti është, domethënë çfarë është, edhe do ta shohim në vazhdim. Është një pjesë muzikore e cila përmban, ky është tekstin origjinal. Ky këtu. Isonolikon oksia και πεταστή διπλή κράτημα, κρατημοκατάβασμα, τρομικών strepton, thesja, pëthesjo, thematizmos. Çfarë janë këto? Këto janë emërtime të shenjave muzikore që mësojmë. Por, jo të gjitha janë shenja muzikore të cilat i përdorim sot. Janë shenja muzikore që përdoreshin në kohën e Kukuzelit. Dhe Kukuzeli ule pak më lart. Atëre, kjo është një metodë didaktike që përdor këtë metodologjinë optiko-akustike njëkohësisht. Pra dhe e shikon dhe e dëgjon nga mësuesi për lehtësimin dhe përvetësimin e frazave muzikore. Pra për të përvetësuar frazat muzikore, i përdori si tekst emërtimet e shenjave muzikore. Më duket e kemi dhe këtu këtu se kemi të vendosur, por isonolikon është një nga metodat më tipike dhe është një melodi shumë e bukur, ku përshkron gjithë frazat melodike, duke pasur si tekst si shtash shenjat e zëshme të kërcëtuara me shenjat e pazëshme, pra me hipostazat e mëdha, për të ekzekutuar meloditë e vjetra të muzikës bizantine. Ky që pam tani këtu është nga Petro-Peloponezi, siç e tham, në metodën e re, kurse në metodën e re është sjell nga Hurmuz Kartofilaksi. Ai gjendet në kodikët e manastirit i Vironit të Malit të Shenjtë me numër 981 dhe të Ksenofondit me numër 120. Këto janë thjesht sa për një uri, për të ditur që ekziston shumë kodik metoda e isonit të madh. Prandaj, se duke përdorur këto terma të ndryshëm, pra anavazma, kekatavazma, umalon, andikenokilizma, andikenoma, argosintheton, stragizmata, paraklitiki që tham, dje, sirma, eteron, e tjera, janë gjithë teksti. Dhe në fund thot, sindethenta para Ioan të Kukuzelu ke maistros, të kompozuara nga Ioan Kukuzeli mjeshtri, mjeshtri Ioan Kukuzeli. Pra, këto të gjitha janë të kompozuara nga, i ka vendosur dhe emrin e tij brenda pjesës. E shikoni? Vazhdojmë tutje. Pra, kjo është një nga metodat që fikson edhe emërtimet, po fikson dhe frazat melodike. Vazhdojmë tutje. Kemi dhe metodën e kratimave, edhe kratimat janë, thamë që ishin shumë. Këto, edhe kratimat përmbajnë fraza melodike dhe nëpërmjet bashkimit të shenjave, bën të mundur, domethënë, që të mësojnë edhe fraza tipike për kratimat, konkretisht. Këtë metodë, pra dhe për kratimat, e ka përdorur edhe Ksenokoroni dhe Joan Kladai për melodi të tjera, po dhe Kukuzeli bënte këto bashkime shenjash, thesisht te kratimat, shpesh janë shkruar jo në mënyrën e njohur, por ndryshe nga llojet e tjera të kompozicionit. Pra, ka sjell njërisi, se gjithmonë e zhvillonte, atë nuk e linte ashtu siç ishte, pra e çonte në një nivel tjetër. Edhe metodat e kratimave kanë një tjetër qasje. Nuk do futemi në shumë detaje, sepse është temë vete, të gjitha, gjithsecila. Një metodë tjetër është rrota e përbër. Çfarë është rrota e përbër? Është një skicë ku pasqyrohen 5 rrathë, ku rrethi mesit është më i madh dhe 4 të tjerët janë më të vegjël.
Do shikoni që nuk e di afrojmë do të këtë këtu, e afrojmë. Atëherë, ky quhet rrethi i përbërë, domethënë, rrota e përbërë mund ta themi ndryshe, dhe rrota mund ta përdorim dhe rrethi, të dyja. Sepse kemi dhe një rreth të thjeshtë, që është vetëm një, që e përdorim edhe sot, përdoresh edhe në kohën e kukuzelit. Për çfarë përdore? Përdore më shumë për paralagjin, për solfezhin. Mënyrën se si ndërthuresh, si kaloj nga një tingull nga një notë në një notë tjetër. Po themi notë sot, sepse më përpara s'kishte nota, kishte shumë rrokshet që lëviznin, pra si lëviznin, domethënë si ekzekutoi paralagjia, sepse paralagjia në kohën e kukuzelit ishte nuk ishte kaq e thjeshtë sa ç'është sot. Paralagjia ekzekutoi, siç e tham, jo me rrokje, jo me fjalë një rrokshe, siç është një pavugadi sot, po ekzekutoi me fjalë shumë rrokshe. Ananes ne anes nanaja, ananes ne anes nanaja. Dhe mënyra se si ngjitej dhe zbritej, pikërisht këtë bënte rrota e madhe e kukuzelit, në mënyrë që të ndihmonte studentin që të dinte si e ndihmonte si të ngjitej dhe si të zbriste. Sepse ishte s'kishte lidhje fare me melodinë, po ta mendojmë më thellë, se duke qenë shumë rrokshe dhe melodia ishte me përbërë ndërlikuar. Dhe këtu ishte, shikoni pak, ta lexojmë këtu, çdo rreth ka 15 shenja. Pra shenjat janë në mes. Do të shikojmë në mes, janë edhe këte, janë nga 4 anët. Pra çdo rreth ka me vete 15 shenja, si dhe rrethohet nga 4 radhë të tjerë të vegjël. E tham, përdorimi i martërive së bashku me ftorat paraqet llojet e shkallëve dhe ndërvarësinë e modeve tingujve që shënohen me emrat e lashtë grek, sepse shpeshherë në përkohë të ndryshëm i gjejmë për shembull emërtimet e tingujve me emra për shembull Lidhios, Lidian. Ato të tërthortët Mixolidian për shembull, kur janë të tërthortë me emrat e modeve të lashta greke, të cilat i përdorim edhe në folklorin ton këtu në Shqipëri. Pra, modi Dorian, Lidian, Mixolidian, Frigjian, ka disa, Eolian, janë disa dhe i përdorin emrat e lashtë grek ose dhe ato që përdorim neve sot, se njësoj jemi, në të njëjtin pelg jemi dhe të njëjta gjëra kemi. Edhe tek rrotat e kukuzelit me martirit, paraqitet kadenca e tërthotë e çdo tingulli kryesor, drejt tingullit tërthort. Pra, është një lloj mënyre se si zbresim nga tingulli kryesor në tingullin tërthort, por dhe një nga një të gjitha notat. Nga qeja, për shembull, në te i tërthorti. Anane, anes. Kjo është një zbritje, si zbrisnim më përpara. Kupton? Kjo është një mënyrë e thjeshtësuar sot, se më përpara nuk ishte kështu. Ju thash, ananes, ne anes, anes, ne he anes, ane anes. Nuk zbrisnin kështu, zbrisnin me shumë rrokshe. Unë ja bëra më të thjeshtësuar. Anane, anes, e bëra me një mënyrë të sotme, domethënë të interpretimit. Okej, që mos e ndërlikojmë shumë këtë, por mbajini mend është një metodë për të ndihmuar për paralagjin. Dhe anagramatizmat folëm, sepse përmendëm më përpara, thamë kulmi i anagramatizmit, shekulli 14-15, folëm për këtë dhe për anapodizmit dhe teknikën folëm, që mos përsëritemi, sepse ai është përfaqësuesi kryesor i anagramatizmave. Shikoni pak, në numër Johani ka shkruar 47 anagramatizma, të cilat i përmban kodiku i manastirit të Kutulumësiut 456 i vitit 1423. Pra, janë shumë, por ne folëm pak se çdo të thotë anagramatizëm dhe anapodizëm, sepse është përfaqësuesi kryesor i anagramatizmave. Dhe jemi drejt fundit tashmë, do flasim edhe pak për një detaj shumë të rëndësishëm, përveç këtyre që folëm deri tani, që është shkrimi muzikor bizantin. Pra, kontributi Ioan Kukuzelit në tek shkrimi muzikor bizantin. Periudha e dytë e shkrimit muzikor bizantin njihet si periudha e shkrimit kukuzelik, sepse Kukuzeli ka një merit të veçantë në sistematizimin e shkrimit muzikor të periudhës së dytë. Duke qenë se periudhën e parë shumë gjëra ishin të pa përcaktuara qartësisht,
vjen Kukuzeli dhe sistematizon shkrimin dhe i vendos vlerat çdo shenje, vendos rregulla, vendos sistem, domethënë, e sistematizon se ishte pak më rëmuj. Prandaj dhe shkrimi më parshëm një si shkrimi i lashtë, domethënë, në një farë mënyre. Ishte arkaik, domethënë. Kurse shkrimi kukuzelik është shkrimi i periudhës së dytë, që njihet si round notation, pra shkrimi rumullak. Dhe shikoni pak, çka ndodh. Kemi një intervalet i kemi të qarta tashmë, se më përpara dhe në aspektin intervalor kishim problem. Pra jemi qartësi intervalore në çdo shenje, pra vlerën që ka çdo shenjë, dhe i vet gjithë shenjat në një sistem. Duke filluar nga 15 shenjat fonetike, të cilat i shënon me boj të kuqe, kemi 40 shenja kironomike, pra hipostazet e mëdha që i njohim, dhe këto i shohim te kodikët përfaqësues të Sinait, ja 1177, një triod dhe një stikirar. Llojet e formave kompozionale të kodikët muzikor të Papadikës, kondakarët dhe kimatarët, mathimatarët dhe krematarët, pra i gjejmë të gjitha këto lloj shkrimesh në këto kodik, dhe në një vend të veçantë zenirmologjët e sikirarët, që janë të shumë në numër të larmishëm nga aspekti strukturor dhe kompozicional. Stabilizimi i përmbajtjes së kodikut Papadikës që e përmendëm në fillim, dhe pam se si ishte formuar. Në këtë periudhë zyrtarizohet vendosja e emrave të kompozitorëve në fillim të pjesës muzikore, epoka e kalofonisë, epoka e artit psaltik. Pra kemi një specifikim, dim çfarë shenjash fut, edhe ato të zëshme, edhe ato të pazëshme. Pra këto janë shenjat të zëshme, shenjat të pazëshme. Deri më përpara ishin pa qarta, të pa specifikuara. I fut në një standard dhe vazhdon dhe është periudha ku ka jetë gjatësinë më të gjatë të shkrimit muzikor. Fillon në 1177 deri 1670. Nuk ka periudhë më të gjatë se kjo. Kaq shumë kanë bizoturuar Johan Kukuzeli dhe kaq ndikim pati në traditën psaltike dhe të autorët e mëvonshëm, saqë nuk arriti askush tjetër të bënte transformime. Më pas kësaj periudhe fillon shkrimi eksigjitik, pra ai shpjegues me balasin e madh, dhe pastaj kalojmë tek metoda e re në 1814. Okej, pra fillon të shpjegohet deri në këtë kohë. Kukuzeli vuri sistemin, prandaj është shumë i rëndësishëm dhe është burim i artit psaltik. Jan Damaskini konsiderohet si burimi i parë, Kukuzeli konsiderohet si burimi i dytë. Prandaj është i rëndësishëm. Dhe e mbyllim prezantimin e sotëm me këtë figurë epokale, ku Jan Kukuzeli madhi, mjeshtri i madh epokal i artit psaltik bizantin, talenti i tij, jeta e tij shpirtërore dhe jehona e zërit të tij u bë model për gjithë Ballkanin dhe gjithë botën. Trashëgimia e tij është e pashtershme. Edhe ashtu siç thotë edhe në Ungjillin sipas Johanit, ka edhe shumë gjëra të tjera që po të shkruheshin një nga një, them se do të bëheshin aq libra sa as bota e tërë nuk do t'i ncinte. Kaq e madhe është vepra e Kukuzelit. Faleminderit.